Një akademi tjetër pritet të ngrihet në Shqipëri me synim edukimin e shoferëve në nivel kombëtar. Themelimi i një akademie kombëtare të drejtimit, e pajisur me poligon të specializuar trajnimi dhe programe edukative, përfshirë edhe kurse të përshtatura për shoferët me shumë shkelje, pritet të jetë realitet brenda 3 vitesh si një investim i Drejtorisë së Transportit Rrugor. Projekti është përfshirë në strategjinë kombëtare të sigurisë rrugore për 3 vitet në vijim dhe është hedhur në konsultim publik nga Ministria e Infrastrukturës dhe e Energjisë. Ky është një prej komponentëve të strategjisë për të rritur sigurinë në rrugë. Akademia e Drejtimit, sipas planit të veprimit, do të ketë poligone, pra qendra të specializuara për trajnimin e shoferëve dhe programe edukative që nuk përfshin vetëm shoferët, por edhe nxënësit, studentët dhe përdoruesit e rrugës në tërësi. Drejtoria e Transportit Rrugor parashikon që këtë akademi ta realizojë në bashkëpunim me autoshkollat. Në planin e veprimit përfshihet dhe përmirësimi i sistemit të edukimit përmes rishikimit të librave për fëmijë, si dhe materialeve për mësuesit. Për këtë, në 2 vitet e ardhshme do të investohen 8 milion lek. Ministria e Arsimit do të përfshihet për rishikimin e teksteve shkollore, kurse Ministria e Shëndetësisë do të investojë 3 milion lek për të ofruar materiale të ndihmës së shpejtë në arsimin e mesëm gjatë vitit 2027. Plani i veprimit lë detyra ndërgjegjësuese edhe për universitetet, bashkitë dhe sektorin privat, kryesisht për kompanitë e sigurimeve.